Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Shadow Clonit. Mirë se na keni ardhur prap. Jeni fantastik, siç e kena bërë tradit mo, një falënderim i parë shko për ju, për gjithë ato komente pozitive, po edhe për ato kritika që na keni dhënë se na keni vënë çik në lëvizje. Dhe shumë faleminderit edhe për ato mesazhet e bukura në inbox. Gjithashtu, ato lloj sugjerime që na keni dhënë, besoni kemi. Ju a tha dhe Eno, janë cooking akoma, mos e vrisni menjen. Atëherë Klia, si fillim do bëjmë një anoncim. Po, vërtet. Eno nuk mund të jetë dot këtë episod për arsye sepse ka një shfaqje, të cilën ne urojmë shumë suksese, dal shfaqje bardaj, sa më shumë marsi, se ti aty di veti mo, nuk kena mo ç'a thena. Atëherë, se më kanë thonë që flas shumë, kështu që do të bim direkt në temë tash. Dakor, nuk kam mo. Ç'a kena sot, a? Sot do flasim për një anime shumë të veçantë. Po që nuk është nga këto që shumica e keni pa, është e çike brezit vjetër. Mirë që është e brezit të vjetër, por është dhe shumë filozofike. Dhe ndryshe nga animet e tjera që ne kemi trajtuar, që ne ose shumica mendojnë se janë thjesht histori. Unë besoj se ato janë dritare që na çojnë të bëjmë disa pyetje shumë të thella, ekzistencialiste, pra filozofike. Pikërisht. Por është një gjë shumë e bukur. Në ndryshim nga gjitha herët e tjera që ne jemi mësuar të flasim këtu për një anime serial, këtë radhë do flasim për një anime film. Kështu që mos ta zgjasim, dakord, se për këtë anime speciale kena sjell tu edhe një ftum special, dakord, që do ta prezantojmë tash. Po si fillim, prezantojmë animen, Mauri, prezantojmë. Ma jep fjalën se ta prezantoj unë. Është e tana për ty. Faleminderit. Atëherë? Sot do të zhytemi në një univers. Ku kufiri midis njeriu dhe makinerisë është thuajse i padukshëm. Kaq, mos bëjmë hinte. Pra, gjithë kjo që bëm tash është për Ghost in the Shell. Është një super film, domethënë ky është një episod anime suggestion, kush nuk e ka pa, po më qartë e në më gjon tash do na flasë i rob që na ka bë fëminin ndaj. I rob special, i rob fantastik, do ta pëlqeni vetë sa ta shihni. Nuk është nevoja për shumë prezantime, flet vetë emri i tij. As diskutohet. Mirë presim, Florian Binaj! Që prezantimi, faleminderit shumë. Faleminderit ty që na ke ardhur. Shumë faleminderit. Mirë se erdhe. Is a pleasure. It's our pleasure. Ma bëj qefin tash. Edhe ju përgëzoj për këtë nismën e kësaj bote e cila në një farë mënyrë në ka arritur jo vetëm brezin tim, brezin tuaj, vazhdon të rrisë breza të tjerë, edhe shumë tjerë para nesh në një botë ku lejoj të shiheshin kukullat e huaja, sepse do me të vërtet meriton një vëmendje. Është shumë e vërtet, dhe është një botë shumë e veçantë, si ku ti e ke fantazinë të pakufizuar. Domethënë ti merr dhe shumë mesazhe jete. Domethënë edhe shikon një lloj koncepti ndryshëm për botën, si për të ardhmen ashtu dhe për të shkuarën, po edhe gjatë për të tashmen. Janë gjëra që janë edukuese jashtëmase shumë për të mësuar që fëmijë që duhet të mbrojmë njëri tjetrin, të luftojmë kundër të keqes, të bëjmë më shumë për njëri tjetrin, ta duam vërtet, jo të tallemi. Të gjitha këto gjëra që kur rritemi, pastaj themi un kam qenë vetë kështu. Që gjë vogël. Flor, jam në fillim kur e folëm, jam habit domethënë pjesën që më the ke pa anime. Domethënë nuk e di, ndoshta karriera jote domethënë e atill ma ka kriju këtë përshtypje, nuk e di, sa i familjarizum jem. Kemi pasur kështu. Jo anime, kukla po po them për anime. Kryesisht zhanri i animeve. Po, është për shkak ndoshta edhe të formimit që kemi mbaruar unë dhe brezi im, shoqëria ime, liceun artistik, kemi bërë pallatin e pionerëve për pikturë, Akademinë e Arteve, po. Kështu që në atë kohë kërkonim jashtëmase shumë gjëra të cilat do na ndihmonin dhe ne të stërviteshim për dorën. Pra, si fillim fillonim që ke Tom i Jerry kur ishim të vegjël, përpiqeshim duke parë televizor ti vizatonim një letër ndërkohë që ata lëviznin, pra të kuptonim për masat, ngjyrat, lëvizjet. Më pas kalon tek Dragon Balli, tek Simpsons, kanë qenë këto kukullat, pastaj Lupeni, e kena pas Lupenin tash, Mila dhe Shiro. Il Cavaliere dello Zodiaco, domethënë dhe përpiqeshim që edhe ne të përparonim teknikisht në vizatim, duke kërkuar sa më shumë si fillim si referencë për të vizatuar, më pas ngecnim për shkak të historisë, për shkak të gjërave që tregoheshin aty.
Dhe ishte një gjë shumë e bukur sepse çdo lënd në shkollë, nëse ka lënd që ne kemi shkëlqyer tek ato lënd që ata mësues na e kanë shpjeguar bukur me krahasime me gjëra. E njëjta gjë edhe me kukullat, domethënë na kanë mësuar edhe vlerat për jetën, edhe mënyra se si duhet ta jetojmë një jetë si qytetar të mirë, por edhe ballafaqimi me të keqen, jo ikja nga e keqja, por ballafaqimi me të keqen. Kështu që kjo ka qenë pak a shumë në periudhën kur unë shija anime ishte shumë e vështirë sepse e vetmja dritare me Europën ishte Italia 1. Po, ka qenë televizionave italiane atëherë vetëm. Qenë nuk e mbaj mend rastësisht disa kanale gjermane që i kapte ndonjëherë antena, herë i kapte, herë si kapte, që dhe ato jepnin ndonjëherë ca kulla, po gjithmonë i kapje në fund. Obligë sinjali pastaj. Dhe kjo ka qenë si thua qase edhe e parë, domethënë fillimet. Po. To kanë qenë fillimet. Shumë interesante. Se kisha menduar ta tillë, domethënë me pjesën e pikturës, se kisha menduar domethënë se shumica nuk e din fare që shumica që janë piktor, madje kur thonë që piktor, është imitor edhe ti e ke bëjë. Ore çasi e vllai, a lot of tools. Kupton di pothuajse nga çdo gjë, por je për zotin, je shumë i veçantë. Domethënë realisht jo vetëm për kompliment, po realisht ke shumë vlera përpos aktoriale, piktor, edhe si njeri mbi të gjitha. Dhe ta them sinqerisht, e vlerësoj shumë edhe ardhin të podcasti jon. Realisht shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, ju them prapë. Atëherë, ne Flora tash e kena e çik kështu të përzim këtë podcastin, ne marrim disa informacione dhe i diskutojmë po prap këtu. Kështu që do qëndrojmë çik te tema e Ghost Na ka marrë mësysh. I jepi mau, më fal. E ke fjalën ti? Okej, siç e nisa. Po. Flasim për një botë. Ku trupi është kollaj i zëvendësueshëm. Ku mendja është e lidhur me sistemin. Dhe ndërgjegja është vetmja gjë e rëndësishme. Po na po poezi tash se s'po e mor vesh. E ka zbërthyer shumë mirë me 3 kopsa. Po. Shkurt gjatë pastër. Po flasim për Ghost in the Shell, siç e tham. Një nga veprat më të rëndësishme të zhanrit cyberpunk. Kjo është kategoria të cilës i përket dhe është anime që është publikuar si film në vitin 1995 dhe ka qenë anime e parë që është marrë shumë seriozisht për t'ju paraqitur tregut të huaj. Kjo është bërë për tregun ndërkombëtar, por nuk është bërë vetëm për tregun japonez. Synim kishte Amerikën. Po, se e luni çik me atë agentin atë. Po përveç asaj e nisën për Amerikën dhe kapën gjithë botën. Po, kjo është më e bukur, se ti nis diçka vetëm me një pikë synim, por pastaj është përhapet bëhet e jashtëzakonshme dhe kjo e njëjti efekt ndodhi edhe me Ghost in the Shell. Po, edhe gur në lumë dhe turrën 20 budallë nga mbrapa. Po dhe i gur dhe u bë tsunami. Më fal se të ndërpres, më fal. E man me në të komenti që fleti çik si shumë. E lash, më falni. Dhe nuk është pyetje, sepse më saktë është fakt i ditur. Kjo si anime ka frymëzuar krijuesit për të bërë filmin The Matrix. Jo vetëm Matrixin, por shumë filma të tjerë. Shumë filma të tjerë, do thoj edhe Avatarin, ndoshta pra ndërlidhja që bën nga ndërgjegja në trupin e një njeriu që futesh në ndërgjegjen e një trupit të një avatari dhe ti ato gjë që mendon e bën një trup tjetër. Pra ka qenë vitet 70-80 kanë qenë vite ku teknologjia po bëj aq e fuqishme, aq e përparuar, ashtu siç po themi sot për inteligjencë artificiale, edhe teknologjia në atë kohë ishte inteligjencë artificiale e kohës. Dhe njerëzit kishen nga ata që trembeshin, i rrinin larg, kishen nga ata që guxonin, thelloheshin dhe krijuesi Ghost in the Shell, i cili ka filluar me vizatime anime shumë thjeshta në vitin 85, kur un kam lind. Po ta shohësh ato vizatimet sot, ngjajnë si kukulla kështu por ka brum, jashtëzakonisht brum të madh, potencialin për të zhvilluar. Dhe në 95-ën kur bën filmin, morën artistat më të mirë të kohës. Pra nuk morën këta që kanë shumë k në Instagram, shumë k në Facebook, ose shumë k tek lagja,
Morën ata që Po të dëgjoj më shumë vëmendje, domethënë. morën ata që din bëjnë punën, E vëlla. vërtet. Dhe që s'kan asnjë kë. Po. Janë zotët për atë punë që bëjnë. Në fakt është shumë interesante sepse Ghost in the Shell është një mix teknikash të realizimit. Sepse ka përshtatje të prodhimit të domethënë bërjes së animimit në mënyrën klasike ose ato tradicionale me dorë, Po. dhe kanë futur dhe për herë të parë CGI. CGI në 95-ën? Po. Ka qenë hera e parë ja. dhe ka qenë eksperimentale dhe ishte thjesht një realizim fantastik. Ka qenë dhe një anime tjetër, tash që mbaj mend me që po më flet për taktikat, ka qenë një qielli blu. Ka qenë Blue Sky, ishte me një domthon tip dy vëllezër, njëri i vogël e tjetri i madh që bota është shkatëruar dhe ndahen në dy kategori, domethënë në dy kampe elita që jeton në këtë qytetin futuristik dhe pjesa garbage, kupton që jetojnë në mbeturina dhe mezi rrojnë. Ka qenë shumë e bukur ajo, domethënë ta kërkonin sepse gjithë qielli ishte bërë me re dhe duhet të lançonin një tip generatori që të hapej qielli më në fund, domethënë dhe ishte kjo ngushtica e Gibraltarit gjithmonë si detaj që jepin, ndërkohë që kur hapet qielli ata janë gjatë në Gibraltar, në atë që ndërronin gjithmonë ishte ai vend i bukur. Dhe ka qenë pikërisht dhe po i njëjti animacion. Shumë si duket kanë filluar, e kanë përdorur më shpesh. Unë dua të vë pak theksin duke qenë dhe piktor vizatus dhe adhurues i kësaj lloji teknike. Do ta vë theksin tek fakti që ti je një vizatues aq i mirë i jetës dhe duhet të njohësh shumë mirë dhe fizikën. Pra çfarë ndodh me trupin e njeriu kur pëson një goditje nga një plumb, nga një predh, kur bie, cilat eshtra të thyen të parat, gjëra që bëhen dhe në shkollë këto, por nuk i kushtohet shumë rëndësi. Bëhet anatomi dhe lice dhe në akademi, por ju nuk i kushtohet shumë rëndësi se kujt i hyn punë kjo. Po. Ja që ja ku jemi. Po, dhe të parët që na kanë mësuar fizikën kanë qenë Tomi dhe Jerry. Po. Çfarë ndodh po ta shohësh thell. Çfarë ndodh? Ata e tepronin që po bërë sa më e përthithshme, po ti duke parë Tomi Jerryn i veshje vetes grada për lojrat që do bëje pastaj në lagje tek pemët e hedhje nga kati, ke këto rrëzimet, ke sparkatat, ke balloret. Më dhe më shpatlla me këtë muhabet. Dhe Ghost in the Shell ka një arritje të jashtëzakonshme teknike për kohën, falë edhe CGI, pra bashkimit të dy teknikave, vizatimeve me dorë dhe CGI, që e bën aq realiste sa që ti nuk ndalon dot asnjë moment, thosh, këtë ujin. Ose këtë kështu. Dhe thellësia filozofike e filmit është kur të ngjit fëmijë, kur e shef fëmijë, thu, po, janë gjëra që ti do t'i thuash, por nuk i kompozon dot. Pra, siç ndodh kur dëgjon një këngë të bukur, ti i ke notat, po i ke çpërndarën në kokë. E vjen ai mjeshtri që i vë sipas radhës, ja kjo është ajo që dua. E njëjta gjë me filmin. Është ka diçka shumë të bukur që mua më ka intriguar kur e kam pa. Unë e kam pa i vogël, domethënë siç do ta thosha pak më përpara, po kur e ripash tani është komplet, domethënë diçka tjetër, domethënë jashtë, domethënë kësaj bote. Realisht, domethënë shumë e veçantë dhe për kohën për më tepër. Po jetojnë vitet 90, ishte në vitet 95. Ka mbas 10 vjetësh do të thuash prapë. 30 vite, ka 30 vite. Para 30 vitesh që sot po flitet për animacionin që ka arritur kulmin e vet. Pikërisht pra kupton të shohim sa animacione Të vjet what are you saying? Look at me. Komplet gjë tjetër pra, domethënë nuk e di. Ata kanë qenë më boba, pra. Ç'o të themi, domosë këta të rinë, ose tash është fast food gjëja. Përveç se çdo gjë është bër fast food sot, ka dhe një përpjekje tjetër profesionale që nuk përpiqen në asnjë moment ta bëjnë të ngjaj identike, a thua se është fotografuar ose a thua se është xhiruar. Pra, edhe ruajnë atë realitetin, ti e beson që i e ke qyteti, por nga ana tjetër ai të tregon edhe mjeshtrin, sa bukur kanë vizatuar, sa bukur e kanë pikturuar. Fenomenale. Okej. Ne tash do ta shkpuzim një sekond sa për këtë hapësirën publicitare e ne do kthehemi pasaj. Dakor? Shihna pak më pas. Shadow Clone.
Një ku kthem prap. Tashi mu do m'falni çik për këto precipitimet, po do më kam qenë te dentisti para 2 ditësh akoma s'm ka dalë pirja, kupton se ta dentistët janë kështu. Stil e ke parasysh makabër, dalte në çekiç pam. Po ka dhe raste që s'të del as nervi. Po. Më shumë dalin nervat e tuaja sa nervi i dhomit. Sot. Okej, Mau, kenai mendim në gjë kështu na ilumino dhe ti se thash do thon prap, do flas vetëm unë, kupto, do gozhdohem unë prap fjalët, lutem. Ma kurse këtë gjë. Po më mirë as pa merak. I have your back. Edhe ti te dentisti? Te njëti dentist. Hajde. Okej, unë pash këtë si film. Dhe pash që jo vetëm kishte disa filma të ndryshëm, por kishte edhe disa seri të vogla. Si OVA etj. Dhe më intrigoi shumë. Edhe zhanri i saj, siç e thash, kryesisht hyn te zhanri cyberpunk. Është thriller, aksion, psikologji, por filozofi shumë mbi të gjitha. Shumë filozofi. Dhe në fakt prandaj e nisa me atë që animet nuk janë thjesht histori, po janë dritarë që neve na bëjnë të pyesim diçka përtej të qenë thjesht njerëz. Dhe kjo anime na tregon shumë e qartë. Sot neve po përballemi me problemin e informacionit, që kjo si anime e trajton këtu e para 30 vitesh, dhe unë për veten time nuk e di, kjo është opinioni im. Tani, ose japonezët kanë një lloj filozofie shumë të avancuar, domethënë janë ca vite dritë para nesh, ose unë nuk ja kuptoj ndonjë plotësisht atë filozofi, atë që duan realisht përcjellin. Dhe e vëre këtë, jo vetëm te kjo si anime, po përgjithsisht te gjitha animet që janë filozofi ose psikologji. Kjo ka një shpjegim sipas meje, sepse japonezët dinë të ndalojnë dhe të mendojnë. Pra gjatë ditës kanë momente që thotë ndaloj, nuk do bëj asgjë, thjesht do mendoj çfarë jam duke bërë, çfarë është duke ndodhur, si jam duke u sjell, apo bëj mirë apo bëj keq. A jam i pranishëm në familje, a jam i nevojshëm në shoqëri, apo bëj mjaftueshëm unë për botën, apo bëm bota mjaftueshëm për... E kanë këtë në kulturën e tyre. Dhe po të shohësh, të gjithë mjeshtrat japonez, qoftë gëdhëndjes gurit, të drurit, të grafikës, të gjitha gjërave, marrin kohën e tyre. Kanë një lloj kontakti me tokën ato dhe kur punojnë ulur në gjunjë. Ai mjeshtri thotë këtë gëdhëndjen e kësaj pllakës drurit duhet 35 vjet që të barazohesh me mua që të ulesh tu, dhe 35 tjera që të quhesh mjeshtër si puna ime, dhe mbas 35 tjerash je mjeshtër si parë. Pra ata rrojnë ka një tjetër lloj, kurse ne duke qenë mezetar, duke qenë çik më ngjangzet, ne jemi hajta bëjmë ta marrëm. I fusim dhe i vallë. Pra jemi shumë më gjangzet. Ata kanë një lloj tjetër tempi, ritmi, thellohen. Të njëjtën gjë për shkakun mund të themi edhe për popujt që dritën e diellit nuk e kanë falas dhe gjatë gjithë kohës si puna jonë. Edhe ata kanë momente që thellohen. Për shkakun suedezët thonë, suedezët bëjnë këngë shumë bukura, si ka mundësi, po si ka mundësi se ai mbaron dita në orën 2 drekës, i mbaron dita ti. Ç'a do bëj? O do kompozoj, o do kaloj në depresion. O do pikturoj, o do kaloj në depresion. Gjithë një zgjidhje. Kështu që e njëjta gjë dhe me ata. Ata thellohen pikërisht për t'i dhënë përgjigje disa gjërave, qoftë për vetën e vet, qoftë për botën, me zbërthy sa më thjesht. Dhe prandaj është domethënë pavarësisht se kanë kthyer në shumë fani si gjë, përdoret shpesh si meme kur ti fillon edhe ulesh me veten tënde dhe mendon, gjithmonë përfituron një nga këto monks. Murgjit. Po. Përfituron gjithmonë ato, të cilës kulturë përkasin japonezat. Me thon drejtën, unë e imagjinova vetëm të ul në banjë. Për zonë, është momenti më i gjallë i reflektimit. Duke gdhëndur një macë të rrugë. Më kontakt me tokën nuk e vlla. Nuk ka. Edhe kjo është ajo magjia e artit japonez në fund ditës. Prandaj janë aq të veçantë. Kur shumë qytete të mbi zhvilluara të Japonisë përpiqen të bëjnë të njëjtën jetë që bën Amerika për shkak. Vrap
hidh kalamajt në shkollë, hik në punë 2 orë, shko punon, ktheu merr kalamajt, kanë hik vet kalamajt, po kthehesh në shtëpi, vrap burrin e shef ose gruan vetëm telefon dhe amerikanët e përballojnë të. Japonezët kalojnë depresion, vrasin vetë, se nuk e kanë në genetikën e tyre atë lloj jete të shkatruar. Dhe edhe kur vin, i ke parë për shkak turistët japonez kur janë në qytete ndryshme të Europës, gjithë janë ata po, shumë e vërtet. Pra kjo është thelbi që pse ata thellojnë shumë. Ato ndalojnë që të shijojnë jetën. Dhe besoj se ky është qëllimi. Ato kanë ne ikim se do Hamza Ziçi ikën ne. Vazhdoni japonezët. Po. Neve jemi shumë kështu, ta bëjmë këto se duhet bër. Jo. S'do të thotë që është e gabuar. Nuk po them që është e gabuar, por ndonjëherë unë besoj më shumë tek procesi se sa tek përfundimi, tek fundi i saj. Ke procesi jemi gjithë të ndryshëm, po ne nuk mund të bëhemi të jetojmë si japonezë mesdhe dhe mesdhetar dhe japonezët nuk mund të jetojnë si mesdhetar në Japoni. Kjo nuk diskutohet, prandaj janë një kulturë më veta dhe prandaj kanë rregullat e tyre. Japonia, domethënë, aq shumë është besnike ndaj traditës së vet, saqë un kam parë disa poste të ndryshme që lajmërojnë se në tetor në nëntor të vitit tjetër, Japonia do të refishojë çmimet për turistët dhe madje do ta bëjë dhe me viza. Mos gaboj. Na la pa shku për zotin. Po, na la. E kisha bën plan. Prit kur ta bëj me para dhe ta shohësh në YouTube për zotin do të paguash. Nga njëra mos ta rremi gjë, domethënë se Japonia vërtet ne themi është kaq para, po është vendi ndoshta i vetëm në botë që brenda një shekulli ka kaluar nga katana, nga shpatat e artilleria e rënd ushtarake, të tankut, e avioni, gjitha këto. Dhe më lër të them, ne kemi parë të gjithë këtë filmin. Është filmi te makinat, e keni parasysh? Makina me McQueenin? Po. Është filmi i dytë me Materin? Po. Që shkojnë në Japoni këto për atë garën, për të provuar atë vajin e ri djegës. Po, Alinolin. Edhe njëri nga speakerat thotë, tani jemi në Japoninë, toka ku tradita dhe teknologjia jetojnë së bashku. Që super harmoni. Është nuk ka frasë ta përshkruaj më mirë Japoninë se kjo për mua. Dhe po të rikthehemi ke filmi, kur ishim në vegjël, na thonin gjithë, "A të bëj pyetje që nuk e gjen dot, ka bë pula vezën apo veza pulën?" Dhe kur shef filmin, ai thot, është ideja që e ka trupin apo është trupi që e ka iden? Pra thellot e çon në një nivel tjetër, ose është dia që kontrollon trupin apo është trupi që kontrollon dijen? Dhe këtë e thot një robot, pra ata kanë krijuar një robot aq perfekt sa që roboti bën këtë pyetje dhe kur delti jashtë masi ke parë këtë filmi, shefi jashtë, Floro, ta bëj pula vezën. Kur e kam bën këtë pyetje. Po flasim për gjona më të thjeshta. Do më pranë fotot tek pjesa filozofisë që mua, domethënë realisht më ka kaluar një moment tash e ndërpreva filmin, thash, okay, një sekond, do pi cinare. Po, është e vërtet, dola piva i cigare, thash, çfarë drejqin po ndodh? Po pi unë cinare. Po pi cigare. Është shumë e bukur dhe edhe fakti përpos saj, domethënë, si drejqin e kanë konceptuar në atë kohë AI-n. Po flasim ose e thot një moment kur kapet ky Master of the Ghost, që është kryesori që dyshohet dhe i thot i je gjë inteligjencë artificiale dhe thotë jo, unë jam AI, kupton, jam një qenie mbi këtë. Unë kam krijuar shpirtin tim. Diçka e tillë nuk e mbaj mend fiks tash ndoshta. Po ndihemi pa plotësuar thot për dy arsye, sepse nuk riprodhohem dot dhe nuk vdes dot. Prandaj nuk ndihem plotësisht njeri. Është shumë e bukur dhe interesante sepse tek filmi i tretë që pash të kësaj Ghost in the Shell, ishte, domethënë, okay, personazhi kryesor tek filmi i tretë ka një të dashur. Domethënë është kjo është kolonela. Po. Dhe Kusanagi, Makoto. Po. Dhe Matoko, fal, Makoto. I futet i katrova këto. Dhe gjen një të dashur dhe kjo e merr në një date night. Dhe shkon në një nga këto hotelet të mëdha luksoza dhe aty po bëheshte një dasëm. Dhe ato po shikonin gjithë ceremoninë dhe ai thotë që and the bride is pregnant. They are robots, they are but
she's pregnant. Ty të fut në anë këto janë pjesë të dhimbshme pasaj. Unë mendova që domethënë sa pash nga filmi I parë deri aty, në rregull, këto nuk I përdhan, tash. Kur tha she's pregnant. Wait. Jam kurioz. Wait. Jam vërtet kurioz, Flor, domethënë sepse deri në fund filmit më ngeli kjo dilema, pra ajo që vetë kishte, Matoka domethënë kam qenë një njeri dhe thjesht kam qenë në prag të vdekjes dhe më bën cyborg. Apo thjesht kam qenë cyborg gjithmonë, kështu siç jam. Ato e lën të hapur. Po pra, domethënë jam kurioz, te ty domethënë kush qëndron më shumë nga këto? Si apo edhe ti po domethënë si ti? Unë mendoj që shkencëtari që ai doktori që e krijoi në sektorin 9, sepse kjo ishte roboti Matoko ishte sektorit 9, ndërkohë që ai koloneli ishte I 6. Ishte I 6. Pra e që thënë na ka dalë si I prapambetur, edhe mendoj që ai ka hedhur dikë që ka humbur në jetë, sepse kështu ndodh gjithmonë, të paktën tek njerëzit, se ke robotët nuk di të flasin. Që hedhin, pra rikrijojnë në një formë tjetër, qoftë artistike, teknologjike, çëndësika, një person që për ta ka qenë shumë I dashur, por që nuk e kanë më. Dhe ndoshta ai ka krijuar, mund të them kotë, mund të ketë krijuar vajzën e tij, mund të ketë krijuar një vajzë që ka dashur gjithmonë, pra e ka rijetëzuar atë. Në fakt kjo është shumë interesante si teori, sepse më kujton një ndër animet e para. Dhe di kush është anime e parë që ma kujton tash Astro Boy, po, domethënë që bën doktori që bën djalin. Prodhimi I parë që ka frymëzuar dhe Akira Toriyama për të krijuar Gokun, më pas autori që krijoi këtë Astro Boy ka frymëzuar artistë të tjerë që erdhën pas tij, domethënë nëse është dikush babai I animeve, është ai që ka krijuar Astro Boy. Dhe vetë shkencëtar, dhe vetë domethënë dalin pikërisht te kjo teoria që vetë shkencëtar që është pjesa e animes, në momentin që biri I tij vdes, ai krijon robotin të bazuar në gjenetikën e, domethënë me kujtimet të birit, gjen një fije floku. Shumë si Gepetto me pilot. Po, do thoya, domethënë të Disney. Ai humbet djalin nga lufta dhe krijon një djalë prej druri identik si djali I vet, pa që çiltër. Asë shumë, domethënë, unë se kam këtë ndjesinë e babait. Më fal, harrova, unë flas shumë. Pikërisht. Unë flas shumë. Dhe është edhe një autore tjetër, ai që ka krijuar Sailor Moonin, e cila në një intervistë ka thënë, unë të gjitha vajzat, luftëtarët, I kam krijuar në bazë të ide se si do doja unë të kisha shoqet e mia. Shoqërinë time. Kështu që ja ku dolëm ke llafi gjithashtu. Dhe themi kuriozitet për Sailor Moonin. Lagjen time, kam rritur në periferi, e shikonin dhe çunat dhe gocat Sailor Moonin. Çunat e shikonin si e pëlqenin gocat, madje ka pas raste që dhe ziheshin me shokët, atë Jupiterin e komunës, do martohem unë kur të rritem me Jupiterin, ç'pun ke ti me Jupiterin, ti ke Marsin. Jo, po merr Venusin Dhe kishim një gjë të bukur në periferi, duke gjithë kodrat që ndajnë në Tiranën me Durrësin. Dhe në verë, kur dielli prekte kodrën, e dinim që ishte ora 8:05 dhe shkonim me vrap në shtëpi se shikonim serinë ke Italia 1 që fillonte Sailor Moon ndarke. Edhe ishim duke lozur dielli çuna vrap no zot. Ne kena pas me këto, se kena pas shu si uze. Normalisht e na pres tjetër. Ne kishim dhe shqip, ju kishit italisht. Italisht. Flor, të pyes, domethënë se më kujtove këtë pjesën shqip. Dublime në anime ke bër ose përgjithsisht? Jo, kam bër vetëm në anime jo, kam bër vetëm 2. Përveç Ledionit ke bër. Po flasim për kuklla. Ai nuk është dublim, është përkthim. Aman qash ma bëj që kë shgryje. Okej, lam të tem. Dhe kam bërë vetëm 2 filma me kuklla, njëri është, më kam marrë dhe emrin madje, është ai tipi që ishte agent sekret që shndrohet në plumb. E di, Spice in Disguise. Me Will Smith që e ka bërë. Po. Edhe kam bërë dhe një tjetër para këtij që atë nuk e mbaj mend fare se kush është. Vetëm kaq sepse
jo se nuk ka qenë gjë e bukur për t'u bërë, po për shkak se në përgjithësi nuk rrit dot pa I shkaktu vetes shumë punë për t'u marrë. Edhe nuk ndërkohë që jam duke bëj punë, jam të menu dhe për punën tjetër që duhet bëj me atë punën tjetër që dhe krijohet një unazë e madhe me vargje, me punë, me gjëra, kështu si bistak hurdhra. Edhe I nxituar gjithkohë se duhet bësh llogaritje kur mbaroj këtu që të shkoj të marr fëmijë që të bëj atje që siç është jeta këtu. Prandaj nuk ndalojmë me si japonezët. Po. S'ke ko. Dhe I fusim stres vetes ne valla. Është domethënë dalte një shprehje që unë ja kujtoj vetes time ditë për ditë që thotë Zot pa hallë mos na lër, po hall mbi hall mos na vë. Ne vem hall me hall vetes. Jemi Ballkanës. Ka dhe një detaj shumë bukur ke filmi Ghost in the Shell, që është me Toko, kjo vajza që ka dhe një lloj bukurie shumë të bukur femërore. Është kur e dëgjoj me Gjon me Toko, me tokën. I bësh Shqipërimin taf. Po, dhe kolegu I saj, ai tipi me syze. Po, s'po vjen emri tash si. Që e Bato. Bravo. Bato që është emër shqiptar. Po, tash që bëj bira pse dua. Ore. Shiko, më fal se po të ndërpres, po domethënë kur kemi bë Dragon Ballin, për shembull Akira Toriyama veç kishte vjedh. Domethënë veç kishte uazu nga të gjitha, si gjë origjinale vetën s'kishte. Ka një probabilitet që këta ta kenë marrë një gjë nga ne? Jo, nuk e di, po emrat japonezë janë shumë të lezetshëm. Në fakt kanë kuptime që gjithë. Po, mirë këtë kanë drejt. Kanë bashkim të, domethënë këtyre të kanjit. Kanë 2-3 alfabeta ata duket, nuk e di, sa? 4. Si doli një 4 klasë parë. Çfarë do bëjmë? Bëjmë një tjetër. Bëj 4. Unë e di që këto të 4-ta janë bazohen në të folurin e përditshëm, ato formal dhe mos gaboj njëra është ajo e japonishtës së lashtë. Mandarine. Jo, mandarine është kinezische. Kinezische, falni, po. Po kuriozitet për këtë. Muzika që dëgjojmë tek filmi Ghost in the Shell është e qëllimshme, është në fakt po të ndalojmë dhe ta dëgjojmë, nuk është japonishta e sotme, është japonishta e lashtë. Dhe autorët e kanë bërë të qëllimshme për të përfaqësuar shpirtin e vjetër tek trupat e rinj robot. Qa thellësie. Ne kam parë anglisht më thënë. Po edhe unë anglisht e pash. E kam parë po. Se japonisht nuk e di, por nuk më ngjit, nuk e di pse. Ndoshta nga që kemi parë gjithë kukullat japoneze në italisht ose në anglisht. Kur e dëgjon pastaj mbas shumë vitesh në ishte shumë e bukur se unë e dëgjova pak, domethënë një pjesë e nisa japonisht, po nga që fliste shumë shpejt, nuk ishte bir none me I kap titrat. Po kuptoj, ishte shumë, flisnin shumë shpejt dhe një gjë, nuk e di pse, domethënë jam kurioz atë ka ndodhur ty. Kur eri pash nuk e di pse muzika te pjesa, domethënë mbas pjesës 2 të filmit, mbasi kapet te ky amerikani, ky spiuni. Ajo muzika më dha një lloj ndjesie si jo të mirë të them drejtën, domethënë që tush e bukur apo kështu, e lezetshme, po më dha një si ta ndryshoj amplitudën shpirtërore. Për zotin. Domethënë më dha një si lloj më zgjoj diçka nga mrena, si ankth nuk e them dot, domethënë po diçka që sepse rikthehemi aty ku thash, morën ata që morën xhaxha që dinë me bën punën. Nuk morën xhaxha influencers as si sot. Hajde morim këtë se e njohin, hajde morim këtë se na sjell shumë ashtu etj me radhë. Prandaj cilësia sot e shumë gjërave në Shqipëri ka rënë te mase shumë. Është po fast food çdo gjë. Sepse nuk të vlerësojnë si vlerë, po të vlerësojnë si kosto. Në fakt, po, dhe mua për këtë gjë më vjen keq sepse edhe animet e shikojnë thjesht si një produkt konsumi shpejt dhe nuk I duan këto animet si puna e Ghost in the Shell ose animet të tjerë të cilat kanë shumë thellësi mendimi. Po sot nuk gjen dot një të ri që tulet punojnë me laps me të njëjtin qetësi siç punojnë këta të anime. Pra nuk duan ta kalojnë atë proces. Do Marova, tak, ecim. Kafe, ika, Marova, çdo proces duan ta bëjnë shumë shpejt. Edhe kjo nuk bën thellosh. Kjo e di si bën kjo është fikse I guri. Si përfaqësar. Që e hedh kështu dhe piu. Po, vetëm aq. Thot guri isha ndet, thot guri. U zhyta dola ndërkohë që kthesh ka rreshkit. Po pra kjo është dhe madje ishte shumë interesante.
që regjizori i filmit Mamoru Oshii besonte që në të ardhmen njerëzit do ndaheshin nga trupi fizik. Ndaja pa të natyrshme që një trup totalisht kibernetik të ketë ndjeshi njerëzore tek filmi. Gjithmonë ka ekzistuar kjo dilema që duke qenë se kur një qenie ekziston dhe kur vdes ajo pjesa që fliste, që qeshte, që bënte, që reagonte, nuk është më por trupi është, i bie që edhe duhet të jetë diku, hajti vëmë një emër, ta quajmë shpirti. Ndërkohë po të thellohemi thellë, të pyesim edhe veten tonë, po edhe njerëzit që njohim, çfarë mban mend para se të vijë në jetë? Për shembull, mban mend gjë? Asgjë. E njëjta gjë ndodh edhe kur vdes trupi. Po thjesht asgjë është fike, kështu që qëllimi i saj është thellimi në qenien tonë dhe prandaj ajo e di që ndryshe nga njerëzit që kanë kohën të paracaktuar ose të caktuar ose deri diku të caktuar, ajo mund të rrimë më gjatë dhe nuk vendos të bëj keq, por vendos të thelloj dijen. Pra në gjithë të kohë që unë kam që nuk e kanë njerëzit, unë dua të thelloj dijen. Çfarë është kjo rreth e përqark? Pse, domethënë, si erdha unë në këtë moment, pse nuk erdha një moment tjetër të thellimi? Dia është gjëja më e rëndësishme dhe ato na jep dhe si mësim ajo, pra që në këtë kohë që ty po t'jepet, zhvillo dijen. Dhe duke zhvilluar dijen, çdo gjë do e kesh të qartë. Në çdo lloj momenti ku do të hedhin ty në planet, për shkak të dijes që ti do kesh, ti do dish t'ja dalësh. Është vërtet. Është shumë e vërtet. Jo, ashtu është. S'ka gjë më thuaj dhe ne që është gënjeshtër. Jo, është po na futet mendime vëlla për Zotin. Un kam shembull shumë konkret me këtë që sapo the tek seriali Detektivi Conan që ne gjithë e njohim se normalisht është përkthyer në shqip. Është mbaj mend një seri ku ai ngec në një varg poshtë, domethënë në një rrjedh lumi. Dhe tani duhet të shpëtonte, ishte bashkë me një këngëtare, jo këngëtare kështu, ishte të operas. Po. Dhe në mes të varkës, nuk e di, duhet të kapni ishte një kështu e dëgjimit aty, se çfarë ishte. Do të qenë ajo papioni atit. Jo. Domethënë pjesa e rrjedhës së lumit kalonte poshtë këmbëve të një ure të madhe dhe mund në cep të njerëz për këmbëve lart të urës ishte një kështu pajisje dëgjimi dhe ky kujton tani nga mësimet që gjitha gjërat që kishte lexuar, frekuencën që duheshet kishte në mënyrë që ta kapte ajo si dëgjues. Dhe ai bashkë me këtë të operas, ja mëson ajo dhe direkt kapin atë notën në mënyrë që t'i kapi të shkoj vibrimit ajo e dëgjimit në mënyrë që të shpëtonin. Na futët një botë tash për Zotin. Ti po unë po e shih, isha këtu çapo ndodh. Po këto janë momente shumë të rëndësishme në sidomos në mendjen e një fëmie që është përthithse jashtëzakonshme informacioni që ty të ndez një çelës që ti thua mësova këtë gjën, tash nëpërmjet kësaj gjëje unë do dua të mësoj një gjë tjetër, një gjë tjetër që të krijosh një hartë të qartë të gjithë ambientin në cilin ti jeton, që ti di shumë gjërat. Për shembull, një nga gjërat që i kam mësuar fëmijëve të mi dhe kur ja thash te klasa e tyre ngelin gjithë fëmijët, kështu wow. I bëra një pyetje të thjeshtë, i thash, si e gjenin përpara 200 vjetësh për shembull, sa ishte temperatura në verë? Fshatarët, si e kuptonin, si me termometër, s'kishte termometër. Termometër, sa të mirë. Një nga ta djem tha, ka një aplikacion, thash. Gjaxhi, thash ti, shumë mirë, jam rregull. Ty të bokorent, thash unë. Fresk. Po, ai sa pa fajshme ka thonë, ka aplikacion më. Është aplikacion, kuptoj se vret me. Dhe i thash, më përpara e gjeni me gjinkall. Po, e di këtë. Me gjinkall, ti numëron sa herë bën gjinkalla në 20 sekonda, i zbret 17 dhe i mbledh i shton 4. Dhe është temperatura fikse. Por në gradë Celsius, jo në Fahrenheit. Po, të kolegëve tanë Amerikan. Dhe kishin këtë mbaj mend, e thoshin kur ishim të vegjël, sa më shpejt aq më vapër. Po ka raste shumë.
Nuk e merr vesh fare të ndarë. Okej. Sa arritëm fund pjesën e dytë. Po mos dilni so vaps. Okej, do shihemi pastaj në pjesën e tretë me ca gjona edhe më të bukura edhe pak më komike. Okej, shihemi pastaj. Shadow Clone. Okej, u kthym pjesën e tretë edhe të fundit. Unë pa e shijoj shumë këtë episod, dhe megjithëse s'po flas shumë. Kështu që do ta vazhdoj ta shijoj në këtë formë. Mau, vazhdo çka ke për ton Flor. Sqaroni vetë, unë thjesht këtë episod do rri. Do shijoj për zotin. Po më ke kënaq me këto. Ti do ishi parë që po e shef domethënë. Për zotin. Është e pashmangshme. Vazhdo, jeni ju në drejtim, unë sot do rri, do shoh. Tash e gjetëm pjesën e fundit. Tani e gjetëm pjesën e fundit. Po kur ta gjeti? Ishte gjatë gjithë serisë e gjetë tash. Hajde, kemi një informacion më special? Aty ke mroklla jote? Nuk është se kam informacion, por më shumë kur e kam lexuar për të parë si titull më bëri përshtypje. Pse Ghost in the Shell? Dhe në fakt po të dalim prapë dhe të mendosh. Po. Lind pyetja. Çfarë është Ghost? Dhe pse në një guack? A është një mënyrë metaforike të thënit të vetëdijes ose të një mendjeje brenda këtij trupi? Pa diskutim, është gjetur guacka si pikë referimi për shkak se po ta vësh re gjitha guackat janë bosh. Jo, janë bosh jam vdekur. Po. Por po ta vësh re mënyra për të ushqyer ose për të parë se ku janë është që hapen vetëm pak. Hapen pak dhe tak mbyllen. Asnjëherë nuk ka asnjë guack në botë që të hapet komplet. Kështu, goca, ç'ke? Po shtrymqemi çik, kështu tak mbyllen. Hapen gjithmonë pak. Dhe ajo që bën kjo është rasti i rrallë, domethënë që kjo hapet komplet. Duke hapur komplet, kjo merr vesh të vërtetën. Kjo fillon të shef gjërat ashtu siç janë vërtet. Është e njëjta gjë si të themi ne ti mbajmë syt kështu pak fare dhe ti hapim syt vërtet të shohim gjithçka. Prandaj ka përdor guackën. Kurse për Ghost e kanë, besoj unë, sepse në përgjithësi në anglisht shpirtit i referon shumë si ghost. Do të thënë si fantazëm që tani është mirë kur është këtu është spirit, kur hikën nga këtu është ghost. Guacka më shumë dakord me pjesën që thua ti, domthon guackën edhe unë njëjtën gjë pothuajse mendova, domthon pjesa guacka po ta paralelizojmë fix bruto me filmin është pjesa robotike pra e cyborgut. Dhe është e gjitha ghosti që bëhet, për këtë ghostin bëhet i gjithë filmi, për që në brendshme, domthon koshiencën, shpirtin. Pra ka lidhje edhe me biologjin në fund ditës. Patjetër. Po ta vësh re, nëse ke fatin ende sot që të gjesh guacka mjedhje në det, që nuk i gjen më, po që nëse i gjen që ato hapen pak për të ushqyer ose për të parë, në moment që ti prek pak tak gjëja e parë që bën është mbyllur. Pra, nga rreziku ose nga frika ose nga mosdia, ai thotë më mirë po mbyllen dhe rrin në këto gjëra që un jam komfortu që i di se sa ti hapet botës. E kundërta ndodh me filmin. Mos shko deri te mjedhja, ke breshk. Po, breshk. Ke breshk. Po ne që kishim ke guacka se. Breshka sa do futet men, harro që ka 5 vene. Ku i pokorat. Ti dhe joni me turit gjatë. Edhe struci rova pupa. Tashi vetëm koka i ngjen aty pastaj. Okej. Do të bëj vetëm një pyetje, jam kurioz, Flor. Ndoshta me sa di unë nga historia, domethënë se japonezët kanë pas probleme me amerikanët në luftë, gjirin e Pearl Harborit, që kanë qenë, mos ndoshta e kanë fut këtë si ose më saktë pjesën amerikane, pra janë këta spionët amerikanë që vinë dhe ka fut termin amerikan vetëm për kujt ndoshta të saj, se kanë qenë jo shumë vite mbasi pa diskutim. Ndryshe nga ne shqiptarët për shembull që 40 vjet, më pak se 40 vjet mbas mbarimit të luftës së dytë botërore, shkulin flokët për Gjermaninë në futboll. Ndërkohë që më pak se 40 vjet përpara na kishin vrarë, na kishin pushtuar. Na kishin shkul neve flokët. Japonezët kanë një lloj krenarie kombëtare jo të bërtitur siç e kanë mesdhetarët, por e kanë më të thellë, pra ai nuk ulëret, ai nuk bërtet në stadium, por ai e shpreh në mënyra të ndryshme, e shpreh në qetësi.
Dhe prandaj ja ka vënë dhe emrin amerikane atij, jo vetëm për ato që ka ndodhur mes Amerikës dhe Japonisë, ajo mund të ndodhte edhe mes Amerikës dhe Tajlandës, nëse Tajlanda do ishte zhvilluar po aq fuqishëm sa ishte zhvilluar Japonia, dhe kur Japonia përbënte kërcënim u zhvillua aq shumë nga ana muskulare, po themi, sa dhe Amerika u soll me Japoninë ashtu siç dy çuna shifen në det, të dy janë me muskujt, çka keq i shef, jo. e kanë të pashmangshme për t'u përplas për ta kuptuar a është ky më i fortë se unë apo jam unë më i fortë se ky. Kështu që plus që kultura japoneze ka ardhur nga luftrat më mëdha, pra kanë qenë popull që nuk është se kanë dashurinë vetëm mirë brenda kornizës atij ishullit ose atyre ishujve. Kanë thënë duam të shkojmë më tej, domethënë jemi ngushtë këtu. Dhe kanë bërë luftë me Kinën, luftë me Koren, kryesisht me Koren. Me Rusin kanë ende sot ishuj që i kanë në paqarta ligjërisht me Rusia thot janë të mijat, Japonia thot janë mijat, Kina mos e boll luftë kemi. Kemi zioni ju se po i marrun. Futet susi tret. Është akoma shumë interesante se në për shumë anime fusin për shembull agjent rus ose dhe personazhe rus. Përmend për shembull tek Durarara, përmend për shembull tek Welcome to the Ballroom, etj që nuk po më kujtoj, po fusin shumë elemente domethënë të Rusisë, i përmendin. Po është një mënyrë shumë e mirë për ta ndërgjegjësuar popullin që kemi të bëjmë dhe me këto fenomene. Po desheru, po s'deshe mos ruj, po kur të ndodhi mos u habi. Po, unë po dal borxhet. Që babadurët, kemi thënë. Po, dhe nuk e di, mua më pëlqen shumë se Japonia, unë vetë kur kam bërë diplomën e bachelorit, e kam bërë me periudhën Edo. Kam folur për veshjet të periudhës Edo, dinastisë Edo. Nuk e di se këtë më kujtu Lul Basha. O Edo, ora. Nuk e tha vetë, jam këtu menën e kam të gjë tjetër. Më fal, jo, sa tha Edo. Të ndjek vlla, të ndjek është shej, nuk e. Jo, po ishte. Domethënë, që periudha Edo dhe ky i thot, "O Edo, ora." Më fal. U qa momenti, u pashiem shpirt më dajën. Okej, qa po thoshe, vazhdo. Ama vetëm të meta mos na kalot keqës. Hajde. Atë kemi lënë atje ku është. Hajde. Po shikoja që kishin jashtëzakonisht shumë rregulla. Domethënë unë po merresha vetëm me veshjet e asaj periudhe, kryesisht për femrat, dhe flas që nga teknikat e bërjes së copave, ngjyrosje, të stampimet, më pas edhe ndarja kategorike që i bësh secilës për këtyre veshjeve për evenimente të ndryshme, qofshin të përditshme deri tek dasmat, martesat, pafund rregulla. E kemi dhe ne, po thjesht neve po lemër që do më se më kështu, hajde më blek të bluzën që shkruhet këtu emri atij që e ka stilu etj. Ne kemi shumë tradita të bukura dhe mua më vjen keq që për veshjet tona të gjithë Shqipërisë nuk kemi një muze që të merresh vetëm me veshjet, po kemi të gjitha këto për kemi copë za muzesh. Jo, kemi të gjitha këto veshje reklamohen në një autobus që lëviz. Domethënë kur është një herë tek te ushtari pa njohur, një herë është atje tek them që dhe ajo duhet përgëzuar në një farë mënyrë, sepse ajo është një person. Nuk po e shaj, është vetmja që bën dhe bravo i qof. Kohën jetën e saj, diçka që duhet ta bënte në fund ditës shteti. Pikërisht. Dhe ne jemi unë mendoj si artist që jemi në periudhën më të dobët artistike që ka pas ndonjëherë ky komb. Sepse më shumë shfaqje artistike teatr bëheshin 1925 se që bëhen sot. Sot kemi më pak salla se që kemi pas atëherë. Atëherë se kemi pas teatrin kombëtar, po bëheshin shfaqje, bëheshin koncerte, bëheshin estrada, shumë gjëra. Bëheshin. Pra kishte jetë artistike. Sot 2025-ën mund të kesh kulla pafund, por nuk ke muze kombëtar, është i mbyllur, nuk ke galeri kombëtare, nuk ke një cirk, teatri kombëtar ka vetëm 2 salla dhe kjo flet shumë. Flet shumë, po ai sa që flet shumë dhe më vjen shumë keq që nga vitet 80 kur bëshin këto kukullat që i shikonim të dielën këto të shoja me Arushin, me këto, me Dhelprën, me Ujkun, me Qufo e këto, që
ajo teknologji ishte për atë kohë, nuk I vej dot fare, domethënë, që është paga shumë si kukullat e viteve 30, 20 të shekullit kaluar të shteteve tjera. U ndërprej ajo gjë, nuk u bëm asgjë. Dhe kanë kaluar kaq shumë artistë, të cilë nuk I është dhënë fare mundësia. Madje edhe kur ata nisin vet diçka për të lënë një gjurmë për atë dhëun funditës, ai një herë do paguhet për atë gjë, por ajo kukull do shihet nga qindra mijëra fëmijë. E breza që do vinë. Dhe edhe kur e marrin këtë iniciativë, këtë nisëm për ta bërë vet, prap nuk mbështeten nga shteti, sepse shteti thotë çfarë fitojmë këtu. Pra kthehemi ka ajo që të shef si kosto nuk shef si vlerë. Unë mbaj mend, mos gaboj, se domethënë në rrjetet sociale mbaj mend që ti ke pas qenë pjesë e një projekti për realizimin e një serie të animuar me personazh kryesor, figurën si Skënderbeut. Ja, mende. Akoma. Pjesë e atij projekti, ai projekt është një nga ato. Është një projekt që I guximshëm për kohën në cilën jetojmë, vendin në cilën jetojmë, se në vende të tjera kishin marrë një shumë parash për ta zhvilluar, për ta çuar përpara. Dhe pastaj nuk është më jona ajo gjë, ai përket është pronë e dikujt, është pronë publike më në fund ditës. Kjo e mirë që bën dikush është pronë publike. Po. Edhe fatkeqësisht nuk mbështetet, sepse shihet me syrin që çfarë fitojmë ne nga kjo gjë. Ndërkohë që ne u themi që nuk është se jemi budalli, por ne thjesht po shpenzojmë për këtë gjë, sepse besojmë që po bëjmë gjë të mirë dhe gjëra të tilla ka pafund artistë dalin çdo vit nga Akademia e Arteve. Aha. Dash për muzikë, dash për pikturë. Jo. Kjo është po bie numri për atë pjesë, por që gjithsesi po futen edhe nga që siç e thash, është ulur numri, I atyre që regjistron është ulur gjithashtu edhe niveli asaj që duhet të jetë për nxënës për atë student. A duhet ishte kështu kjo gjë? Kurrë në botë. Nuk na mungojnë kurrë asetet. Tani për ta çbër këtë gjë, këtë që po lihet të ndodhi. Unë nuk kuptoj ku do jetë momenti që duhet jemi në alarm. Kur të mos vim asnjë student, atëherë do thon, hajde bëjmë diçka për këtë gjë. Kur të vim mend te Ana Sjant. Ikin vitet. Sot ti je 20 vjeç, po them pa hyr 20 vjeç. Ikin shumë shpejt 10 vjet, je 30, je bërë nën, ikin shumë shpejt tjerat janë bërë fëmijë 10 vjet. Dhe ne vazhdojmë shohim që ka boshliqe, ne po krijojmë boshliqe të cilat edhe sikur nga sot t'ja nisim të gjithë të punojmë, nuk ja dalim dot të mbushim boshlikun e madh që po krijohet në çdo zhanër të artit, jo vetëm në pikturë, po. Në të gjitha. Në të gjitha. Është fatkeqësi, është thjesht fatkeqësi. Madje unë do thoja këtë. Ku është fitimi ynë që theti për shtetin? Edhe Japonia ashtu e nisi. Në fakt po ta shohësh, po ta lexosh historinë, Japonia në fillim fare kur ka filluar me animimet, ka qenë ndalim te ajo që the ti, ka qenë duke luftuar me katana. Dhe si do fitonte ajo fuqinë dhe pushtetin dhe gjitha gjërat që I kishte para luftës? Pikërisht pra është me politikën e butë. Politikën e butë e filloi duke krijuar anime. Pikërisht pra, domethënë jo vetëm influencën e vet aty. Tërheq njerëzit, domethënë shiko, është si te Naruto. Për shembull, unë karakter preferuar Kamazuma dhe ai thot një batutë aty Protect the King. Gjithmonë ka këtë. Dhe kush është mbreti, pra domethënë, në lojën e shahut, ato janë fëmijët paralelizimi, sepse ata janë e ardhmja. Pikërisht. Ata e bëjnë. Pra ti I kultivon ata, ti I jep një kulturë, një drejtim, një orientim, ja zgjeron atë botën e fantazisë. Pra I jep ato direksionet e para që në mos ndoshta në pamundësi edhe familja sado pak të jetë, se familja se zëvendëson dot kush të letidhem përpjet gjithë, nuk ma ndroj njeri menjen, të paktën të marrë një lloj edukate. Është diçka që duhet, se shumica këtu e shohin, bas edhe ty kur ke qenë I vogël, kanë thonë, ama çai shef këto. Më kupton si të gjithë, dhe nuk kanë faj. Më kupton sepse ashtu është inkorporuar tek ata nga vetë brezi, nga çka kanë hequr të gjitha me radhë. Ndërsa brezi I ri kanë përshtypjen se I merr pak më tepër anën e keqe shumë gjërave, ndoshta edhe konkretisht dhe animeve. Po ajo është pjesë e botës, pra e gjithë universit dhe vjen deri në shkallë më të vogël, deri në shkallën qelizore. Janë ligje të njëjta që ndodhen në univers, thjesht shkalla ndryshon. Shkatërrohet një planet që ndërtohet një planet tjetër, ose shkatërrohet një yll që ndërtohet një sistem diellor rreth tij.
ai që bën mirë do I vit njerëz që bëjnë keq, ti bëjnë keq sepse I ka prish punë duke I bën mirë atyre që I bën mirë, ai që bën keq do I ndodhin gjëra të mira se I bin qaf atyre që bëjnë mirë. Kështu që ky është cikli. Në fakt edhe ky digitalizimi që po ndodh tani me këtë përhapjen kaq të madhe dhe të shpejtë informacionit është një çështje shumë e madhe që domethënë sjell probleme. Sa sjell dhe të mira nga njëra anë, sjell edhe shumë probleme sepse fëmijët janë shumë të ekspozuar ndaj disa gjërave që për mendimin tim nuk janë të përshtatshme akoma për moshën e tyre ose nuk e kanë akoma kapacitetin për t'i kuptuar ose për t'i përthithur këto informacione. Për shkak të dy arsyeve mendoj unë. Ishte pyetja apo jo? Jo, ishte shprehje mendimi. Okej, po e vazhdoj unë për te. Ka dy arsye pse kjo ndodh. E para sepse fëmijët janë të papërfaqësuar. Edhe adoleshentët janë të papërfaqësuar. Më thuaj një program ti ku ka adoleshent sot në televizion, s'ke. Më thuaj një program ku ke fëmijë, s'ke. Madje I shohim fëmijët të keq përdorur në për reklama ku dalin I bëjnë reklam një produkti që është totalisht I pashëndetshëm, ku mbas kësaj reklamës del një emision e thonë që e mira është që fëmijët mos ushqehen me produkte të tilla. Ndjekim çik reklamat dhe del kjo reklama që është ky fëmijë që ka këtë produktin. Janë të papërfaqësuar. Edhe kur kanë shkëndija paf tek tuk që është një ri ose një ere që ka një talent që dallon nga mosha, e mbyt shablonizimi I shoqërisë. Çfarë shablonizimi? Janë bërë gjithë prerë I soj. I ke gjithë çunat qeth I soj. Të gjithë çunat me atë çantën e sqetullës këtu, sigur kanë GDP-n e prodhimin brendshëm bruto të Shqipërisë, kështu. Ndërkohë hapin aty filtra, cigare derdhme etj me radhë. Janë bërë gjithë I soj. Qethen një soj, vishën një soj, sillen një soj, postojnë një soj, dhe kjo gjë është për shkak se nuk ka më shembuj për të ndjekur. Dhe nëse ti e ndjek atë shembullin, nuk të shpërblehet. Dhe fatkeqësisht me gjithë të teknologji që kemi sot, unë kur kam ble aparatin tim parë fotografik moshën 18 vjeç, kam bë foto pafund e video pafund të u përpjek me atë cilësi skandaloze që kishte ai aparati, që të bëni video kur dolën celularet e parë me kamera, hajde me shokët do bëjmë filma, hajde bëjmë kështu, sepse ishte teknologji në dorën tënde. Dhe sot që ne kemi të rinjt kanë celular që mund bësh filmosh me 4K, që kanë në giroskop brenda që I stabilizon gjithë dridhjet, që ti mund me $3 blen një program montazhi dhe e monton ndërkohë që je në banjë duke gëndur matën. Nuk e bëjnë këtë, po ç'a bëjnë? Filmojnë njëri tjetrin kur rrëzohen nga shkallët, kur shahen, kur përshtyhen, kur zihen. Dhe kjo është dramë kombëtare. Kjo është partar e keq. Dhe në fakt është e trisht kur në një botë ku gjithçka mund të digitalizohet, çfarë na ngelen ne si njerëz? A është trupi ynë? A janë veprimet tona ato që na bëjnë neve njerëz? Ngosi në shef, dëmë kjo si anë, me ta lidhim pak edhe me të, nuk na e përgjigje, më shumë na ngre pyetja. Dhe besoj se ndoshta kjo është më rëndësishmja, që neve të ndalojmë. Jo për të ndërprer ritmin komplet, po thjesht një moment, thjesht ndalojmë edhe themi prit. Thjesht prit, merr një herë frym. Se ta mendoj një herë. Normale më ai që gjapo diskutonim, domethënë dhe tani është ai që tha dhe Flori, pra është trupi apo është shpirti, pra është kjo është një luftë e brendshme e përjetshme. Domethënë disa gjëra ti ke me veten tënde që nuk I jep dot dhe një shpjegim, sado janë mund menduar mendimtarë më të mëdhenj të kohës dhe shumë pyetjeve si kanë dhënë dot përgjigje. Po, ata kanë hedhur hipoteza të parafërta, pak a shumë si puna horoskopit, deri diku kanë gjetë gjëra shumë sakta. Por në përgjithësi në mes atyre gjërave që kanë thënë ka dhe gjëra si horoskopi. Sot do kesh një ditë që thot gjëra të përgjithshme. Dhe ti në fund e gjen veten tek njëra nga ato, thot, ma gjetje horoskopi gjithë. Është shumë, dhe kam përshtypjen se është ndikuese, e njëjta gjë ndodh me të gjitha gjërat. Siç po thotë për horoskopin, për filmat, për çdo gjë, janë të inkorporojnë disa gjëra ndonjëherë që ti thu, okay, siç po thoshë ti jam ma nxori tash do I besoj horoskopit. Dhe është nuk e di. Nuk e di. Ajo që Ghost in the Shell, që ja u këshilloj të gjithë shikuesve kudo që ndodhen, kurdo që ta shohin, të gjenë një orë gjys, të ulen dhe ta shohin. Po jo një orë gjys tu pa ndeshjen, tu pa Ghost in the Shell, por një orë gjys të dedikuar kësaj gjë. Në darkë, masi kanë flet gjithë. Shikojnë me vëmendje, sepse aty
pa e thënë me fjalë, thuhet që njeriu nga i qenë njeri po punon dhe po sillet si robot, edhe pse s'është robot. Dhe roboti, edhe pse s'është njeri, po ndalon dhe po sillet si njeri. Pra është një lloj lënie stafete për atë që na pret në 500 vjeçarin ose më pak 50 vite të ardhshme. Se 500 e çova shumë. Po 50 vite të ardhshme, po e thash me të vjetra. Se gjetemi në legun. Okej. Ajo që na pret, pra që ne do i lëm stafetën, dhe ndoshta ne do punojmë, ne që punuam për të krijuar makineritë, do jemi punëtorët e makinerive. Ne që i krijuam ato për të thjeshtëzuar jetën tonë, të punojmë pastaj. Ne do thjeshtësojmë jetën e tyre. Dhe në një farë mënyrë, po të thellohemi dhe më shumë, ta lëm çik filmin më vetë aty në pauzë. Ajo që ndodh sot me rrjetet sociale, është që rrjetet sociale kanë filluar ta lexojnë mendjen ty. Pra, ti mendon, takon një shok, e ke celularin në xhep, dhe thuan ku po shkon? Po shkoj të blej një sharr me bateri, se do pres çik sa trunje kështu. Dhe sa po hapte celularin, thot sharr me bateri, duke filluar nga 599. Algoritmi i rrjeteve të internetit është ka raste frikshëm. Që ti thjesht e mendon, nuk ja thua askujt. Po. Dhe kur e hap celularin, ai ta nxjerr. Është gjë që do të çoj, do ndahen shumë çifte, do çohet gruaja e mëngjesit dhe shofi kush del aty nga gocat. Pra pas ke menduar për këtë, ha? Po jo më O, none, që ka për të gjithë. None. Okej. Kemi arrit, po thuj se tash në fund, një falenderim shumë special na shkon për sponsorin ton POK. Do t'ju them dhe diçka tjetër, siç ju kam thënë, shumë informacione deri tani. Po me POK-un, ta dini gjithë ju, nuk keni nevojë më me majt as kartën fizike në xhep, dakor? E fusni te celulari, se POK-u ka bë bashkëpunim me Vizën, që ju të futeni në Google Pay dhe thjesht shkoni aty te marketi, ke restoranti, ku t'ju doj qefi, bram telefonin, u kalu ke posi, nuk ju duhet më portofoli, jo më humi, biles, po futet tani, është akoma në proces e sipër për të fut edhe tek Apple Pay. Gjithashtu e bë dhe ke ora lele. Dakor? I shko kështu gjithë tangërlik. Tak, na merre këto. Që baba. Ose e vedhe si gurën tëm. Fap e skanon kështu. Okej. Flor, shumë të faleminderit që erdhe. Do desha shumë që të vazhdonim, jam I sigurt që nuk do kishim mbaru për shumë gjëra. Nuk mbaron, për këtë lloj temash nuk mbaron. Jam shumë falënderues dhe besoj në emër dhe të gjithë shikuesve. Faleminderit dhe juve. Na dil sa më shpesh valla. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Gjithashtu. Edhe me shumë kënaqësi, mund të flas për një film tjetër. Patjetër, ne të mirpresim kurdo që duash të kesh kohë. Qëndroni këtu, mos u largoni, vazhdoni të bëni like, subscribe, të shpërndani videot tona dhe të na tregoni kur kemi ndonjë gabim në një gjë, se në fund të ditës njerëz jemi, si jemi akoma robot. Që baba unë s'fola moso dhe mora mësimin tim. Okej. Shnetet mira që të gjithë, shifna në episodin e radhës. Mirupafshim. Shadow Clone.